Përshëndetje shikues të nderuar. Po takohemi sërish në Infode këtu në DTV Media, ku do t'ju sjellim informacionet e fundit nga zhvillimet aktuale në vend dhe me gjerë. Do të flasim në studio me njohësin e zhvillimeve politike në vend, Shemsia Shari, vetëm pas pak rreth procesit të gjyqësor në Hag, ku po dëshmon ish zyrtari i lartë amerikan James Rubin rreth luftës dhe rreth procesit që po zhvillohet ndaj thashit dhe të tjerëve, pra ish krerëve të luftës tash e disa vite atje. Do të flasim po ashtu edhe për gjendjen në situatën aktuale politike në vend, ku tash e 7 muaj institucionet vazhdojnë të mbesin të blokuara për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe mos formimit të qeverisë. Me që rast një lënd ende vazhdon të qëndrojë në gjykatën kushtetuese, pra ankesa e listës serbe, dhe ende nuk kemi një vendim nga gjykata kushtetuese rreth kësaj ankese. Sigurisht për këtë do të flasim vetëm pas pak, por së pari të ndjekim disa lajme të zhvillimeve të ditës. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin ka vazhduar në ditën e dytë dëshminë e tij në procesin ndaj Thaqit dhe të tjerëve në Hag. Gjatë dëshmisë së tij në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Rubin tha se e shqetëson fakti që ish krerët e luftës janë mbajtur kaq gjatë në paraburgim, pasi siç tha ai, janë dorëzuar vullnetarisht. Po ashtu, ish zyrtari i lartë amerikan theksoi se derisa e kuptuan situatën më mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përshkruanin UÇK-n si organizatë që zhvillonte aktivitete terroriste. Fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë, nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndrojë në burg për 5 vite. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ministrin e punëve të jashtme të Finlandës, njëkohësisht kryesuese e OSBE-s, Elina Valtonen. Gjatë takimit, Osmani e falenderoi kryediplomatën finlandeze për mbështetjen që shteti i saj i ka dhënë Kosovës, veçanërisht në proceset e shndërtimit, demokratizimit dhe forcimit të institucioneve. Presidentja Osmani ritheksoi përkushtimin e Kosovës për bashkëpunim të ngushtë me OSBE-n në procesin e reformave, transparencës institucionale dhe të drejtave të njerëzit. Në këtë kontekst, Osmani theksoi se pret që OSBE-ja do të vazhdojë të mbështesë prioritetet kyçe të Kosovës, përfshirë barazinë gjinore dhe fuqizimin e të drejtave të njerëzit. E akuzuara për spionazh Jelena Gjukanović nuk ka pranuar fajsinë në gjykimin fillestar në gjykatën themelore në Prishtinë. Avukati i saj, Predrag Milković, kërkoi që e akuzuara për spionazh të lirohet nga masa e paraburgimit dhe të vazhdojë në arrest shtëpiak. Prokurori i rastit, Bekim Kodraliu, e kundërshtoi këtë kërkesë, përçka tha se për shkak të peshës së veprës dhe rrezikshmërisë që e dëshuar të ikë, masa e paraburgimit është e nevojshme. Seanca gjyqësore lidhur me çështjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës ka dështuar sërish për shkak të mungesës së ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sveçla, si dhe deputetëve Fitore Paculli dhe Sali Zyba. Derisa e pranishme në gjykatore ishte dish deputetja Drita Millaku. Kryetari i trupit gjykues Sabit Sadikaj tha se seanca nuk mund të mbahet për shkak të mungesës së tretë të akuzuarve për hedhjen e gazit lotësjellës. Sadikaj tha se në seancat e tjera, ku nuk kërkohet shtyrja e seancave për arsye të ndryshme, të akuzuarit mund të detyrohen të marrin pjesë. Nuk ka ndonjë kërkesë për shtyrje seancës nga një arsye që ka dërguar mbrojtësit pandemore për shtyrje seancës. Prandaj, gjyqësor konstaton se seanca sotme nuk mund bëhet, ndaj pandemore prezant do të shumë organisë pasive në detyrim, gjykata për pandemore që këto prezent
i njëftojnë avokat, se nëse të njëjtit nuk perspektojnë mungesën, tash shortë urrejës, po edhe pas urrejësës, gjykata mos i shferemru dhe të seancët e kaluara, pas morës së mëndimit e shikon mundësi të vazhdimit të seancës pa prezencën e tyre. Good afternoon to everybody. Komandanti I'm i Major KFOR-it, General General Major Enrico Enrico Barduani, në informimin e tij të fundit të turit para Komitetit Ushtarak të NATO-s dhe Këshillit të Atlantikut të Veriut, ka thënë se rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por politike. Ai nënvizoi se situata në Kosovë është e qëndrueshme, por mbetet subjekti rreziqeve të përshkallëzimit të papritur për shkak të një sër çështjes të pazgjidhura. Që të lëvizin përpara është e rëndësishme që Beogradi dhe Prishtina të implementojnë marrëveshjet ekzistuese. Të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet që të bëjnë kompromise të nevojshme, ka thënë ai. Qeveria në detyrë ka prezantuar sot skeme në re të grantave për energjitë e pastër, e cila synon të përkrahë bizneset në rritjen e efikasitetit të energjisë dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së tyre në treg. Kjo nismë është mbështetur nga qeveria e Luksemburgut dhe përfshin një fond prej 1 milion eurosh. Sipas skemës së prezantuar, ndërmarrjet mund të përfitojnë deri në 20.000 euro për një masë të vetme, ndërsa nëse kombinohen dy masa, shuma e grantit mund të arrijë deri në 25.000 euro. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se kanë hapur dyert për linja automatike për robot e për pajisje të reja fal 100 milion eurove kredi. Tashmë keni hapur dyert për linja automatike, për robot e për pajisje të reja, fal 100 milion euro kredive investuese të subvencionuara për 379 ndërmarrjet dhe 12 milion euro të tjera për 440 biznese të cilët e zgjeruan kapacitetin pa rrezikuar bilancën. Për këtë jemi siguruar që të shfrytëzojmë edhe përkrahjen e mërgatës tonë përmes emitimit të bonëve të thesarit në vlerë prej 10.4 milion euro, të cilët kanë mundësuar investimet për prodhuesit vendor. Si vazhdimësi e investimeve që kemi bërë deri më tani, skema të cilën po e prezantojmë sot është reflektim i dy prioriteteve të qeverisë sonë. E para, përkrahjes për sektorin privat dhe në veçanti për prodhuesit dhe për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve vendore, dhe e dyta, rritjes së eficiencës së energjisë, e cila gjithashtu ndërlidhet ngushtë me uljen e kostos së prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë në tregun vendor dhe Pas këtij bloku të lajmeve, tani është koha për bisedën në studio ku të ftuar kam analistin Shemsi Ashari. Zoti Ashari, faleminderit shumë që jeni në info. Kënaqësi. Zoti Ashari, aktualisht vendi është një blokadë institucionale. Cilat janë pasojat e kësaj? Kemi mbi 6 muaj, gati 7 muaj që janë bërë zgjedhjet. Vendi është në blokadë dhe kjo ka shpërfaqë një klasë politike të papërgjeshme që momentalisht e kemi në Kosovë dhe pasojat janë të pallogaritshme në aspektin edhe financiar, po edhe dëmit që ju është bërë vendit edhe në kuptimin e imazhit, në kuptimin e perspektivës dhe sidomos në kuptimin e motivimit të rive për gjetur arsye të qëndrojnë në Kosovë dhe të mos marrin rrugën e mergimit. Për këtë kohë sa ne po përballemi me këtë ngërç artificial të krijuar për qëllime dhe interesa puro politike, të vetëdijshëm për dëmet dhe pasojat që i shkaktohen vendit, nuk ka shpjegim tjetër përveç që janë të papërgjeshëm dhe nuk meritojnë atë vullnetin, atë besimin e qytetarëve që ju është dhënë në zgjedhjet e fundit, duke pas parasysh që qytetari i Kosovës tash disa palë zgjedhje rresht ka treguar një qetësi, një maturi, një kulturë të lartë qytetare, duke marrë pjesë në zgjedhje dhe duke mos pasur asnjë incidente vetëm në ditën e zgjedhjeve, po kur erdhi koha për të pasur një qeveri, një kuvend të konstituuar, atëherë hyn në funksion ato kombinimet
politike për interesat ngushta partijake, e që lëvizja vetëvendosje është ai si subjekt, është zoti Kurti ai drejtuesi i këtij subjekti që për interesat veta po e mban vendin peng duke inskenuar pengesa, duke gjetur pengesa në secilin hap dhe rrjedhimisht jemi në këtë situatë që shpesh për qytetarin duket e pashpresë. Si duhet dilet nga kjo situatë? Cilat janë rrugët? Megjithëse themi gjykata kushtetuese po a tregon rrugën, por sigur nuk, si më thëmë, po i ikun asaj që duhet ta ndjekun, po i bojnë obstruksionet, themi kështu edhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, anise po thonë se po e respektojnë. Sigur se ishte me çështjen e zgjedhjes së kryetarit, pastaj i bën ose e bllokun me çështjen e nënkryetarit. Si duhet dile kjo? Gjykata kushtetuese për fat keq është ngarkuar shumë me këtë procesin e konstituimit të kuvendit edhe pa dashin e saj është shndruar në far sekretariatit të kuvendit, çka nuk është roli i gjykatës kushtetuese. Dhe fakti është që gjykata kushtetuese nuk mund të gjykojë vullnetin politik të një subjekti politik apo të një lideri të vetëm. Dhe për këtë arsye, gjykimet e gjykatës kushtetuese ndonë se asnjëherë nuk është dashur të bllokohet procesi për çka është bllokuar, nuk ka qenë e paqartë që nga fillimi, po janë përdorur mjete dhe hapësira ligjore për të blerë kohë, për të shtyrë konstituimin dhe rrjedhimisht edhe vullnetin politik të një subjekti politik, në këtë rast televizje vetëvendosje. Gjykata kushtetuese tashmë ka dhe një kërkesë prej subjektit politik Lica Serbe rreth çështjes së zgjedhjes së nënkryetarit dhe është e çuditshme kur ndëgjon aktor politik, përgjegjës, drejtues shteti që flasin çka do të ishte mirë dhe nuk flasin se si i obligon kushtetuta dhe ligjet për t'i zbatuar. Nëse një kushtetutë nuk është e mirë e mjaftueshme dhe nuk po i përmbush nevojat e qytetarëve, është procedura përmes cilës amandamentohet edhe ndrohet një nën e caktuar ose rregullohet një fushë e caktuar përmes kushtetutës, po është procedura që bëhet ndryshimi i kushtetues. Përderisa kemi këtë kushtetutë në fuqi, duhet ta respektojmë. Po ndërsa edhe këto nene zyrtare është vlerësuar që janë të qarta, por themi po ju ikin sepse kushtetuta ju jep vullnet politik për të zgjidhur disa çështje dhe jo secilin ngërsh duhet të shkruhet në kushtetutë që se si të zgjidhet. Po dhe juristi më i mirë nuk do të mund të parashitë gjitha situata që mund dalin. Prandaj them që gjykata kushtetuese nuk mund të gjykojë vullnet politik. Këtu mungon vullneti politik, prandaj këto pengesat gjatë rrugës janë mjete për të arritur një qëllim caktuar, që është pengimi për me u konstituu kuvendi dhe rrjedhimisht për të hyrë në afatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë. Praktika deri tashme parlamentare ka treguar që ka zgjidhje për secilën situatë, gjithmonë ka pasur marrëveshje politike me subjekte politike për të arritur shumicën edhe për të krijuar qeverinë. Asnjëherë nuk e kemi pas dhe në mandatën e kaluar kur një subjekt politik si e vetme ka ndërtuar qeverinë dhe rrjedhimisht ne kemi të kaluar një proces, kemi një praktikë në atë, një model, një shembull se si duhet ndërtohen institucionet. Po fakti që zoti Kurti nuk është interesuar të bëjë institucionet ka bërë që pastaj të kapën pas dy kuptimësive të çështjeve të pikave të caktuara, keq interpretimit qëllimshëm të pikave të caktuara, sepse për ironi është kjo qeveri që ka sponsoruar dhe miratuar një rregullore të punës të kuvendit, e cili e shpjegon në 2-3 hapa se si ndërtohet kuvendi, dhe në kundërshtim me atë, me disa terma folklorik, patriotik, populist, si do quaj, këta po mundohen që ta shtyjnë narrativin e vet, ta bindin qytetarin se do të ishte mirë kështu ose ashtu në raport me Licën Serbe, përderisa asnjë veprim që do të japë mundëson të Licës Serbe pjesëmarrjen në procesin zgjedhor dhe rrjedhimisht edhe në institucione nuk e kanë bërë duke pas në mbikëqyrje ministrit përkatëse, agjencitë inteligjente që i raportojnë drejt për drejt edhe presidentit edhe kryeministrit dhe në këtë formë nuk e kanë bërë punën që do duhej të bëhej në mënyrë që Lica Serbe dhe eksponentë e Licës Serbe, jo pse janë serb, po pse kanë hise në veprimtari kriminale, të u pamundsohet që të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Për ironi, Komisioni Qendror Zgjedhor ju ndan mjete e financon si subjekt politik, në anën tjetër me terma populist dalin para publikut dhe thirrën ato që Lica Serbe janë kriminal, nuk do duhet
të marrin pjesë në institucione, po ja pa mundsojmë, tashmë kanë filluar edhe të selektojnë cili serb është i mirë e cili nuk është i mirë, e çka unë besoj që gjithë serbët janë njëjtë, pavarësisht që disa marrin role tjera. Kështu që në raport me shtetin e Kosovës nuk do duhej emocionet të mbizotronte para arsyes edhe para ligjit, dhe në këtë rast për shkak që po bëhet qëllimshëm e kemi edhe këtë situatë. Dalja nga kjo krizë mendoj që do të zgjatë deri pas zgjedhjeve lokale. Është faktori përfundimi i mandatit të presidentes në prill të vitit të ardhshëm. Po, para se dalim të ajo, me që përdu që do të zgjatë deri mas zgjedhjeve lokale. Megjithatë kemi një ankesë që përmendet ju të listë serbe në gjykatë, e cila edhe në kuadër të saj ka marrë një masë të përkohshme të veprimeve ndaj kuvendit që nuk mund të zhvillojë kuvendi asnjë veprim, qoftë për konstituent, qoftë edhe për t'i dhënë mandat partisë fituese që ta ndërtojë qeverinë, sepse kështu e ka thënë. Dhe tash pritni që gjatë kësaj jave ose javës tashme maksimalisht që gjykata kushtetuese të merr një vendim në atë ankesë, qoftë ta kthejë në pikën 0 procesin e zgjedhjes së nënkretarëve nga komunitetet, qoftë të hapa tjerë, sepse nuk e dim se si do të jetë vendimi i tyre, po mendoni që do të mund ta merr shpejt një vendim që ta zgjidh ose të jep zgjidhje kësaj situate? Në diçka shihet qartë, partitë politike asnjëra prej tyre nuk ka vullnet që në këtë kohë të bëjë qeverinë. As pozitë as opozitë. E para, e dyta, gjykata kushtetuese shpesh interpretohet sikur nuk ka punë tjera përveç lanë që vijnë prej kuvendit. Gjykata kushtetuese si institucion ka shumë lanë me cilat i trajton në të njëjtën kohë, përgjegjësia për trajtimin e tyre është një kalendar koha se kur trajtohen dhe sa kohë merr një lanë derisa të trajtohet, pavarësisht se disa kanë prioritet më të madh. Dhe unë besoj që do ta shfrytëzoja në maksimum afatin e kësaj masës të përkohshme që është vendosur nga gjykata kushtetuese për faktin që ata kanë para se me marr vendim për këtë masë, këtë afat që kanë dhënë duke u bazuar në volumin e punës dhe mundësi që i kanë që ata ta trajtojnë në mënyrë meritore këtë çështje. Por fakti që deri me 30 shtator është kjo masë e përkohshme nuk pres që para datës 30 shtator të ketë ndonjë lëvizje nga gjykata kushtetuese, eventualisht një ditë ose dy përpara. Dhe po kjo unë besoj që prapë nuk do zgjidh punë, sepse cili do të qoftë verdikti i gjykatës, gjasat janë maksimale nëse e lexojmë drejt kushtetutën, nëse referohemi praktikës që përmes gjykimit gjykatës kushtetuese është thirrur si duhet të zbatohet praktika deri tanishme për ndërtimin e institucioneve, pastaj rregullores kuvendit, unë besoj që do të kthehet në pikën 0 çështja e zgjedhjes së nënkryetarëve nga komunitetet. Po këtu vim në një situatë tjetër, kur mungon vullneti politik, ne do ta shohim lëvizjen vetëvendosje duke u thirrur në të drejtën e deputetit që ta ketë votën e lirë për kundër ose abstenim, nuk do t'i siguroj shumicën e votave për zgjedhjen e nënkryetarëve nga komunitetet. Me të vetmin qëllim që të mos hyjmë në afatet kushtetuese për nominimin e kryeministrit edhe mandatarit për qeveri dhe votimin e qeverisë. Pra besoni që nuk do ta respektojnë kuptimin që nëse detyrohet, po themi kështu hipotetikisht, nëse detyrohen që të votojnë e pako, s'do të votojnë deputetët e lëvizjes vetëvendosje? Unë mendoj që do të votojnë, po do të votojnë kundër. Kjo e bën që deputeti ta respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por në anën tjetër nuk zgjidh punë për shkak se nuk votohet kandidati nga lista serbe. Atëherë do të votoni në kundër edhe nga nënkryetari nga komunitetet tjera. Për shembull, në këtë rast Emilia Rexhepi, ata do të ishin kundër. Sepse nëse shkohet në pako, po themi gjithmonë hipotetikisht. Nëse shkohet në pako, janë dy mundësi. Është mundësia që partitë e tjera të votojnë për ta zhbllokuar këtë proces, sikur që bën me kryetarin që deputet nga opozita e votuan zotin Dimal Basha për kryetar, pavarësisht që nuk ishte e pritshme që të bëjë ajo, ndodhi për t'i hapur rrugës e për ta futur në afate ligjore, unë mendoj që është e mundshme edhe mundësi që të votohet kandidati për listës serbe bashkë me një emër tjetër nga komunitetet e shumicës serbe. Por gjasat më të mëdha që unë pres është që lëvizja vetëvendosje do të votoj kundër për ta luajtur kartën që din mas miri ta luajë populizmin
dëgjoj se na jemi kundër listës sërbe, dhe kjo na çon prap në një situatë ku prap do duhej ti drejtohesh në gjykatës kushtetuese, këtë rast besoj presidentja, se si dilet nga kjo situatë e pashpresë, për shkak që presidenti i vendit është i detyruar me kushtetutë të sigurojë funksionimin demokratik të institucioneve. Gjykata kushtetuese është për interpretimet kur kemi dilema rreth çështjeve kushtetuese ose shkeljeve supozuara, dhe kjo këtë me vetëm qëllim që të blihet koha. Nuk është qëllimi të ndërtohen institucionet, është qëllimi që të legjitimohet kjo blokadë deri në një kohë tjetër. E koha tjetër është maksimumi fundi i këtij viti ose eventualisht janari-shkurti i vitit tashëm, kur do detyrohen me këtë konstelacion politik të shkohet prapë në zgjedhje nacionale, për shkak që duhet të zgjidhet presidenti dhe votat duhen 80. E ky konstelacion politik që është kjo përballje nuk i siguron në asnjë formë, në asnjë mënyrë numrin 80. E që do ta kemi në këtë rast zotin Basha në 2 funksione. Nëse dështon organizimi i zgjedhjeve, nxjerrja në legislativit të ri ku do të sigurohesh numrat pavarësisht cili kombinim. Mandati i presidentes. Deri në prill kur i ska dhënë mandati presidentes, po atëherë mund përgjegjësitë për ta mbajtur funksional pozitën e presidentes do t'i takojnë kryetarit të kuvendit. Po, megjithatë, zoti Ashari, kemi një kuvend pa konstituim, kemi një kryetar pa kuvend. Domethënë, ai nuk din çka bën. S'ka, domethënë, kuptimin e udhëheqjes së kuvendit, sepse seanca nuk mund të rreth. Kuvend, domethënë, komisione s'ka, grupe parlamentare jo, domethënë, si është këtë rast, domethënë, numri 2 i shtetit është pa institucionin që duhet ta udhëheqë. Në fakt me pezullimin ose me këtë caktimin e masës të përkohshme, gjykata kushtetuese ka dhënë një sinjal që përgjigjja është që kuvendi nuk është i konstituar, nuk konsiderohet i konstituar përderisa nuk është zgjedhur kryetari, nënkryetarët dhe kryesia e kuvendit. Dhe fakti që individualisht procesi për zgjedhjen e kryetarit ka kaluar, por nuk është kompletuar me zgjedhjen e nënkryetarëve, nuk konsiderohet e përfunduar procesi i konstituimit të kuvendit. Dhe rrjedhimisht e kemi një kryetar, nëse mund ta quajmë në tentativë për ta ushtruar detyrën e vet, po nuk mund ta ushtrojë derisa nuk është e kompletuar dhe nuk konsiderohet kuvendi i konstituuar. Më thonë, kemi pa reagimet edhe të miqvetan ndërkombëtar rreth kësaj çështje dhe një presion i butë që është bërë edhe nga Shtetet e Bashkuara, po edhe nga BE-ja në këtë rast, po kjo veç logjik nuk ka se çfarë po ndodh. Do thotë, unë besoj që kjo që ka ndodhur me kuvendin e Kosovës do të merret si case study nesër në fakultetet juridike edhe studentët, pavarësisht se ku do t'i referohen si një rast çka nëse kemi politikanë pa përgjegjshëm që sillen vendin e vet në këtë situatë çfarë kemi ne. Po, megjithatë pikërisht ndaj deklaratave apo ndaj kësaj sjellje, ndaj kësaj blokade, patëm edhe reagimin edhe të vendeve të kuintit, të cilat së pari një zëri e bojkotuan takimet në qeveri, në institucionet e Kosovës, derisa nuk ka qeveri legjitime të fuqiplot, po në njëjtën kohë edhe një vendim të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për pezullim të dialogu strategjik, deri në një kohë të pacaktuar. Domethënë, janë këto sinjale, janë këto masa që ju vun pikërisht për këtë blokadë, këtij pushteti, po edhe gjithë politikës këtë rast, sepse të gjitha janë pjesëmarrëse në këtë blokadë, kush më shumë e kush më pak. Sigurisht që partia fituese ka barrën kryesore, por po themi kështu gjithë politika. Të gjithë përveç kësaj shtrese politike, në këtë rast me theks veçan zotit Kurti, se sa flasën për vetëvendosjen, flasën për një njeri, e është zoti Kurti. Do thonë gjithë po e shohin që është bu boll, është bu tepër përveç atij. Do thotë në këtë rast edhe reagimi i faktorëve ndërkombëtar, miqvetan, përfaqësuesve tyre këtu në Kosovë, do thonë është i pritshëm. Dhe nëse ne kemi arrit në atë shkallë ku klasa jonë politike, cilët e kemi votuar dhe kemi qenë në kuvend, nuk e respektojnë shtetin e vet. Punojnë kundër shtetit vet. Përfaqësues të shteteve tjera respektojnë shtetet e tyre. Prandaj nuk dojnë të takohen në institucionet publike, në këtë rast në zyrat e qeverisë, me përfaqësues të pazgjedhur, që janë ilegalisht duke i marrë pozitat e ministrave përderisa kanë dhënë betimin në kuvend dhe thirrën si deputet. Do thotë, nëse ne kemi arrit në atë shkallë që të mos respektojnë veten, ata respektojnë veten dhe nuk duan të takohen, që nesër pas nesër të futet në
në historiat të takimeve të tyre që janë takuar me disa njerëz jo kompetent, jo legjitim, për të folur për çështje shtetërore, sepse Megjithatë pasojat pastaj janë të Kosovës. Pasojat gjithsesi, pasojat janë shumë të mëdha. Tash kur flasim për masën e pezullimit të dialogut strategjik mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës, është një goditje shumë e madhe për Shtetin e Kosovës. Edhe pse në raportet që dalin, në deklaratat që dalin nga ambasada amerikane, nga përfaqësues të Shtetit të Bashkuara, ata me një elegancë bëjnë dallimin mes popullit Kosovës dhe përfaqësuesve të qeverisë ose qeverisë Kosovës. Këtë rast ata shprehen me admirim se bashkëpunimi dhe miqësia me popullin e Kosovës është i përhershëm, përderisa thrasin në pjesën tjetër që bashkëpunimi i mirë ndërqeveritar ose diplomatik do të ndodhë me një qeveri të përgjithshme e cila i kontribuon sigurisë në rajon dhe jo të kundërtën. E që është mesazh direkt që Zoti Kurti me veprimet e veta është ka i vendosur në pozicion jo të mirë edhe partner ndërkombëtar, po sidomos është duke penguar zhvillimin e Shtetit të Kosovës në këtë kohë kur në nivel global është duke u bërë një ripozicionim i forcave e fuqive botërore. I shohim shtete shumë të forta si Gjermania, Franca, Anglia, Italia, me çfarë kujdesi i qasën raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e shkelur mbi krenarinë e vet, duke u përballur me një presion të butë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kur flasim për aspektin ekonomik, tarifat që i vendosen BE-s dhe prapë gjejnë kurajo edhe punojnë ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos i zbehen raportet. Ne kemi blanko çekun nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Na kanë ndihmuar në shlirim, na kanë ndihmuar në ndërtim, me ndërtu këto institucione, por na përkrah sot në arenën ndërkombëtare dhe ne kemi një qeveri të papërgjithshme që vazhdimisht i sulmon pikërisht këtë miqësi që na ka ofruar. Megjithatë duket sikur ajo po jep një sinjal sepse e ka po e bllokon politikën, themi kështu, sepse jo edhe resore të tjera kemi për shembull FSK-n të cilin po e ndihmon, i solli dron, i solli autoblinda, domethënë nuk është që pjesë tjera ku aja ka investu shumë edhe ku ishe vitale për shtetin, po i blokon. Po i blokon politikën të dhe po ju jep një mesazh të qartë që jeni gabim. Por pse nuk po e kuptojnë? Pse politika nuk e kupton këtë qasje të partnerit tonë, themi, kryesor? Nuk kemi lider që mendon për vendin. Kjo është e gjitha. Ne e kemi një shembull të freskët para 5 vitesh, kur kryeministri tha që jap dorëheqje prej pozitës së presidentit pas lajmit që i ngritet akt akuzë nga gjykata speciale. Dhe në mënyrën më të mirë, më dinjitetshme e liron pozitën për të përballur si individ me akuzat të fabrikuara, që tashme po dëshmohen edhe gjatë këtij procesi që po zhvillohet, po nuk don me cenu pozitën e presidentit vendit, për shkak që shtetin pyetje. Kishim kryeministrin Haradinaj në atë kohë, kur 2 herë jap dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe përballet me akuzat në tribunalin e Hagës. Do thotë kishim kryeparlamentarin Veseli që bën të njëjtën. Do thotë kemi shembuj të liderëve që mendojnë për te vetes dhe për shtetin, po kemi edhe një shembull tani që është sui generis, që nuk e ka as rajoni, që një kryeministër prej mëngjesit deri në darkë, secilin veprim që e bën me i irritu miqt që janë jetik për shtetin e Kosovës, dhe secilin veprim që e bën me një dozë të madhe të populizmit, duke u ushqyer qytetarët militantet e vet me fraza boshe, e që janë dëmshme për shtetin, po sa do të zgjasë kështu, unë besoj që do të zgjasë deri në zgjedhjet e ardhshme, sepse qytetari ka pasur kohë të mjaftueshme të reflektojë, të shesë cila është sjellja e këtyre liderëve. Po zotë short, ju po e përmeni gjatë të kohës zgjedhjet, mendoni që janë me qëllim duke dërgu vendin ka zgjedhjet, sepse ky konstelacion politik aktual, domethënë nuk ka mundësi që të krijojë institucione për faktin se vetëvendosja po thot kur me PDK-n, PDK po thot kur me vetëvendosjen, në njëjtën kohë edhe LDK nuk po bashkëpunon, edhe ju ka përgjigjet negativisht në ato letrat që ja dërgonte lideri i EVV-s. Domethënë këto domethënë përqindje që i kanë marrë në zgjedhje, po mendon që
e kanë marrë si shenjë që nuk mund të kenë institucione të bëjnë institucione qoftë vetëvendosja vetë siç ka qenë, qoftë me partnerë tjerë, sepse sipas partive ish opozitare thonë që nuk bashkëpunojnë me të për shkak se nuk kalon vend. I ka shoh, i ka fy, i ka nënçmu. Pra, me qëllim po e çojnë vendin të zgjedhjet? Partitë politike përjashtojnë vetëvendosjen. Në këtë fazë nuk kanë çfarë të bëjnë. Sepse nuk mbarët për tyne. Nuk e kanë rolin e drejtimit ose rolin e marrjes së iniciativave. Për faktin që e drejta për të propozuar kryetarën e kuvendit, në këtë rast ka qenë vetëvendosjes. Hapi i parë. E drejta për të propozuar mandatarin për qeveri është e vetëvendosjes. E kështu që subjekte tjera nuk kanë çfarë bëjnë edhe po të punonin 24 orë në drejtim të zhbllokimit. E keqja ose pengesa kryesore pse nuk ka bashkëpunim mes lëvizjeve vendosje dhe subjekteve tjera qëndron në faktin se zoti Kurti asnjëherë nuk ka dashur partneritet të mërfill. Ka dashur bashkëpunim duke nënshtruar partnerët. I kujtojmë thirrjet që i bënte Lidhjes Demokratike pas zgjedhjeve për të takuar me qëllim diskutimi për koalicion. Ende pa mri letra në adresën në listë LDK-s, e panim në hollën e kuvendit ka 2-3 eksponentë lëvizjeve vendosje duke dalur, duke folur gjithçka zi e tërë për Lidhjen Demokratike. Që është sinjali i qartë që ne të kemi bë formalisht ftesë, po refuzoje se ne këtë menim e kemi për ty. Madje edhe në letër, domethënë edhe brenda tekstit ishte spori një akuzë dhe goditje, pastaj hajde vizitoj. Kjo e pamundson bashkëpunimin. E njëjta ishte me nismën socialdemokrate, domethënë ju vetë ofru, ju dha mundësi, ato lojrat me deputet nga partitë minoritare, është hera e parë që partitë minoritare ndahen në grupe, kur është në pyetje votimi i kryesisë kuvendit, kryetarit, po nesër edhe qeverisë. Pse? Sepse edhe brenda minoriteteve zoti Kurti ka futur polarizim, i ka trajtuar ndryshe, disa tjerë, dhe në këtë formë nuk ka lënë hapësirë për partneritet. Dhe rrjedhimisht duke mos pasur fuqinë e 50%, çfarë e ka pasur deri më tash, me gjitha mundësitë edhe menaxhimin këtë institucionet, nuk tregoj asgjë në kuptimin e transformimit së shoqërisë ose zhvillimit ekonomik. Atëherë, me 48 deputet e ka të qartë që për shkak që duhet merret vesh me një subjekt tjetër politik, nuk mund të marrë vendimet ashtu siç don vet, dhe rrjedhimisht ka vendosur me blloku komplet krijimin e institucioneve për të filluar nga fillimi ndërtimi atij narracionit se ne jemi të mirë dhe këta janë ata që janë bashkë dhe janë me listën serbe dhe me këtë narracionin tashmë që është Bubajat që gjithë janë kundër shtetit, e kush është kundër shtetit, ata që vetë kanë ndërtuar shtetin. Në këtë rast përveç lëvizjeve vendosë gjitha subjektet tjera, edhe LDK, edhe PDK, edhe AK kanë nisë në ndërtim gjatë periudhës së pas luftës së Tutit. Megjithatë ka eksponentë edhe për këtyre partive që kanë shku pastaj në lëvizje vendosje, por ai është temë tjetër. Megjithatë do të kalojmë te një temë tjetër, po që lidhet sigurisht këtu edhe me partneritetin me SBA-n. Derisa e pezullon dialogun kënej me qeverinë e Kosovës, në anën tjetër një ish diplomat, një ish zyrtar i lartë amerikan në kohën e luftës në Kosovë, dëshmon për 2 ditë, sot e dyta ditë është zoti James Rubin, që po dëshmon në procesin ndaj thashëve të tjerëve. E kemi pa një dëshmi të hollësishme të tij ku themi i hedh poshtë të gjitha pretendimet e prokurorisë së ZBS-s. Si e keni pa ju këtë, kur themi që ish zyrtar i lartë në podel në përkraje të ish liderëve të UÇK-s, por pastaj edhe të ish liderëve të institucioneve të Kosovës? Po, kur flasim për ushtrinë amerikane, ata kanë një slogan që thonë make sure no one is left behind, domthonë kërkush mos mbetet mbrapa. Edhe në këtë rast, partneriteti që zoti Thaçi dhe bashkëluftëtarë tjerë që po gjykohen në një proces të padrejtë në Hag, më thonë kanë qenë partnerë të hershëm që u dëshmuar edhe me dëshminë e zotit Rubin, dhe atë slogan që ata e përdorin duket që po e vënë në zbatim. Më thonë, askush nuk lihet mbrapa. Në këtë rast, ndonse me vonesë, për shkak që prokuria në Hag nuk ishte për qëllim zbardhjen e të vërtetës, po kishte për qëllim shtyrjen e narratives vet për t'i dënuar edhe luftën e UÇK-s, po përmes këtyne drejtuesve të luftës së UÇK-s atje. Duket se tash kur mbrojtjes erdhi mundësia për t'i ftuar si dëshmitar, kanë vendosur ta thonë
të vërtetën që dihet botërisht. Më thonë që kjo është një proces i montuar, është proces i mbledhur nga faktet e pabesueshme, nga dëshmi të prodhuara, të stërprodhuara nga shërbimi sekret serb dhe qeveria e Serbisë, dhe ka ardhur koha që këta dalin dhe ta flasin të vërtetën. E veçanta dhe madhështia e bashkëpunimit sinqert me Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendoj që secili duhet ta sheh tek ky partneritet që ka qenë sinqert në kohën e çlirimit dhe organizimit luftës NATO, NAER e UÇK-ja poshtë në teren, dhe tash këta po e folin një të vërtet, ndonse ka kaluar kohë dhe nuk i kanë pozicionet e njëjta në kuptimin e pozitave politike që i kanë pasur. Po gjatë ndikimi i tyre është po, për shkak që ende i madh, sepse ka qenë numri 2 diplomacisë. Kredibiliteti i tyre. Po, do të theksoj edhe një çështje që e thatë edhe ju, që është tërëzgjat ky proces. Domethënë në nëntor bën 5 vite prej se kur thoshte edhe të tjerët janë në paraburgim në Hag. E tha dhe zoti Rubin që është i shqetësuar dhe kjo nuk është drejtësi në fakt, sepse po marrën në paraburgim për 5 vjetësh ish liderët e UÇK-s, kur ata janë vetë dorëzuar. Ne ta ndjekum një video, një deklarat të zotit Rubin sot pikërisht për këtë, e do të kthehemi sërish. Fakti që ato janë dorëzuar vullnetarisht dhe fakti që janë mbajtur të ndaluar për kaq shumë gjatë më shqetëson, mendoj që lidhet me politikën dhe me shtetin e së drejtën. Dhe mua më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për 5 vite përpara se sa të fillojë të ndiqet penalisht një çështje penale, ndërkohë që këta persona kanë dhënë vullnetarisht, janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë qenë shumë bashkëpunues me gjykatën. Kështu që në rastin e të akuzuarit në fjalë, nuk e kuptoj fare sepse është dashur që qëndroj në burg për 5 vite. Pra, zdeshoj edhe vetë Rubin po shpreh shqetësim për këtë stërgjatje dhe mbajtjen paraburgim të njerëzve të cilët janë dorëzuar vetë dhe cili do të ishte arsyeja të mbohen atje, të mos mbrohen në liri. Fati keq është që në këtë proces është përzi politika. Atu ku përzihet politika nuk ka drejtësi. Në proceset i drejtësisë dhe i politikës dhe duhet të qëndronin ndaras. Në këtë rast i kemi të miksuara. Thonë, interesi politik i qarqeve të caktuara nga shtetet e BE-s, me narrativën e ndërtuar tashmë të konfirmuar nga Rusia dhe të ndihmuar nga Serbia, kanë pasur për qëllim që krerët e UÇK-s t'i mbajnë në Hag sa më gjatë që është e mundur, ti inkurajojnë dëshmitarë të rramë dhe të përgatitur në trajnum që i kanë qu për me fol në procesin kundër tyre, dhe në këtë rast të mundohen të i dënojnë në fund duke i bërë qefin ose duke ndruar një narrativ historike që do të bënte Serbin si viktim baraz me ne si popull që kemi qenë viktime terrorit serb në vitet e luftës. Dhe këtu e kemi pa një angazhim të jashtëzakonshëm politik, një makinerie tonë nga shtetet e BE-s, një heshtje të çuditshme nga liderët e BE-s që vazhdimisht thirrën në demokracinë, në drejtësinë, në rule of law që jemi mësuar me Nina në Kosovë këtu, edhe secilin proces duke shikuar deri në detaje, po dihet që është një diçka shumë e madhe se sa vetë procesi i drejtësisë që ka ndodhur. Mendoj që domi më i madh që i ka bëu përveç një narrative të stisur kundër UÇK-s, jetës tyre që i bëjnë 5 vite të mbyllën në burg, dëmi i madh i ka bëu edhe besimit në drejtësinë ndërkombëtare. Domthonë populli i Kosovës sa llogot të ndërkombëtarëve ka pas një besim që nëse ka drejtësi është tek ta, nëse thonë këta është ashtu. Domthonë ka qenë besim i verbër në drejtësinë ndërkombëtare. Dhe tashmë po dëshmohet e kundërta. Ndonse por disa prej nesh që kemi përcjell rastet e pas luftës nga padrejtësia e Uleksit e UNMIK-ut në proceset e për dënimin e drejtuesve të luftës edhe këtu në Kosovë, e kemi pa që tendenca asnjëherë s'ka qenë për të rritë drejtësi, po për të disiplinu figurat saktume edhe për të ndrruar një narracion historik. Drejtësia në shtetet evropiane ka qenë blanko e besuar se do t'jetë e drejtë. Po tashmë me këtë proces u pa që është më shumë politikë se sa drejtësia atje. Dhe është e qelluar shumë, është me vend, edhe mendoj që do t'i kontribuoj shumë zbardhjes së vërtetës
konfirmimit vërtetës nga dëshmia që e bubon edhe zoti Rubin edhe të tjerë që do të vinë pas. Pikërisht për këtë, do të bësh mendon që dëshmia e zotit Rubin, por edhe të tjerëve, siç është paralajmëruar që do të jenë Clark, do të jetë Kushner, do të mund të argëzojnë këtë si me thonë, këtë krimin e asajna që UÇK ka bërë krime, këtë narracionin që UÇK mund të barazohet me ushtrinë serbe, kur dije se çfarë ka bërë në Kosovë? Mund të argëzojnë, mund të zhveshin këtë pretendim të ZPZ-s? Unë mendoj që po. Me gjithë padrejësitë që ka ndodhur, mendoj që në fund do detyrohen që të i shohin faktet. Për faktin që janë të involvuar drejt për drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne pam edhe në deklaratat që në dëshminë që dha zoti Rubin disa herë theksoi që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë sekretari Albright, ka qenë drejt për drejt involvuar me UÇK-n. Dhe nuk do të lejonte. Madje kishte marrë leje nga Dashi për të ardhur. Për të ardhur. Do thonë nuk do të lejonte një qeveri si Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkëpunonte me një grup që ka bërë veprime terroriste. Do thotë kjo veç logjik s'ka. Prandaj edhe gjithë ai angazhim që ka ndodhur me aktivizimin e NATO-s, me bombardimet për shtetet të ditë ndaj saqeve serbe, do t'i bënte bashkëfajtor, edhe është e pamundshme të thuhet që NATO-ja, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë shtetet e BE-s nuk kanë pasur resurset mjaftueshme për të pas informacione se çfarë po ndodhet në terren. Edhe ku në një vend kaq të vogël si Kosova, edhe me aq pak mundësi sa kemi pas ne gjatë luftës të izoluar në për male, në për pa një infrastrukturë, pa një teknikë. Pjesë e bini milion gati të dëbuar. Kështu që, më thonë, gjithçka duket që po qartësohet, është mirë që po vinë edhe po dëshmojnë, ndonë se e vërteta po dihet, po për gjeneratat që do të vinë pas, e që do t'i referohen ata që e studion drejtësinë, edhe sidomos historinë, do të kenë dokumentet të mjaftueshme burimore për ta gjetë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me luftën e Kosovës. Ne që kemi përjetuar luftën, kush ka qenë akter e ka pa drejt për drejt, po edhe të tjerë që s'kanë qenë, kanë pas mundësi me pas se cila është e vërteta. Po gjeneratat që do të vinë për një shtet, disa vite nuk janë shumë, gjeneratat që do të vinë do ta kenë qartë se do t'i referohen dokumenteve dhe do të shohin që a më i besueshëm është një zëdhënës i shtëpisë bardhë në atë kohë si James Rubin, një përfaqësues i drejt për drejt i sekretarit Shtetit Amerikan, apo është atje një fshatar që ankohet që domi më i madh që i ka shkaktuar luftën është i ka hup një lop ose një bik aty stekim ka hup, edhe domthon cilët më besu tash. Me këta që i ka pas krejt resurset në nivel global të qenë superfuqi botërore, apo një qytetar atje që e ka rraj dikush që bën më shku me dëshmu se fiton diçka e që kemi parë regrutimin e dëshmitarëve. Po, megjithatë procesi pritet të përfundoj mas lartë në fillim të vitit tashëm, do të thonë diku në fund janarit ose në fillim të shkurtit. Pritni pas këtyre dëshmive të këtyre eksponentëve të lartë të domthonë ndërkombëtar që ishin të kohës gjatë viteve 98-99 në detyra, themi kështu, në funksione të larta që do të dëshmojnë të ketë një akt gjykim lirues për ish-krerët e luftës? Unë pres që, më thonë, nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Do të ketë akt gjykim lirues, do të lirohen nga këto akuza, do t'i bëhet një shërbim i madh historisë që të mos mbeten pretendimet të pahetuara edhe rrjedhimisht edhe një mundësi për ta gjykuar luftën e UÇK-s edhe luftën e popullit të Kosovës se luftë të cilat për shkak që nuk është hetu, kanë me dilema nga akuzat banale që kanë ndodhur nga dikmartja dhe eksponentë të tjerë. Dhe ky proces ndonse i dhimbshëm, ndonse i kushtueshëm, ndonse i ka largu edhe po i mungojnë vend ata lider shtetëror që janë atje, më thonë do të jetë një përmbyllje si një libra për këto figura që janë në Hagë. Tash imagjinoni një personazh si Zoti Thaçi, që është aktiv si student, që angazhohet në aktivitete ilegale në atë kohë, me qëllim çlirimin, organizohet lufta, përfaqëson luftën, është pjesë e procesit
se cilit proces rëndësishëm, prej demilitarizimit të UÇK-s, shndrimit në TMK, pastaj në FSK, ndërtimit shtetit, shpalljes pavarësisë dhe në fund përballet vetë me një proces me shumë akuza që në fund përfundon si fitimtar edhe në këtë betejën e fundit. Do të thotë shumë e dhëmshme, shumë e kushtueshme për personin e tij dhe e rrezikshme për shtetin e Kosovës në çfarë situate është sjell për shkak dëshmive të rrejshme dhe fabrikimeve që kanë ndodhur. Domethënë nesër secili prej liderëve botëror do të donte ta kishte një CV si zoti Thaçi, zoti Veseli të tjerëve. Po kjo pavarësisht kësaj pjese se sa madhështor do dalin për shkak që janë të tillë, është një diçka që në këtë fazë shtetit Kosovës i ka kushtuar shumë mungesa atyne, sepse kemi një çoroditje të qeverisë në vend, e kemi pa që as shumë është polarizuar skena politike, ku edhe sot në vitin 2025 ne jemi sikur një kohë 99-ën kur dikush ishte tradhtar, dikush ishte hero, e që mas pakti do duhej ne të merremi me këtë situatë kur kemi arsimin keq, kemi ekonominë keq, kemi sigurinë keq, por çdo ditë po shohim po ndijmë raste nga aspekti i sigurisë, vrasje, paqartësi, domethënë ngatresa, një farë depresioni publik, krejt kjo është burimi një qeverisje të keqe që po ndodh dhe një mungesë perspektive që qytetarët e shohin në këtë vend. E kështu që kthimi këtyne besoj që natyrshëm edhe sikur kur mos dalin nga shtëpitë e tyre, veç të dimë që janë fizikisht në Kosovë, do ta qetësonte skenën politike. Kam edhe pyetje këtë fundit lidhur me këtë, por si keni po themi këtë mos reagimin e qeverisë, asnjë fjalë për rinisjen e procesit, domethënë pjesës finale të këtij procesi, ku zyrtarët lartë kanë nisë të dëshmojnë atje, nuk kemi asnjë deklarat nga krerët e shtetit, nga partia, nga qeveria, partia fituese themi, presidenca, kuvendi, kryetari i kuvendit këtë rast. Si e keni pa ju, si e lexoni këtë? Është gabim, është keq për mua e pritshme. Gabim për shkak që ata përfaqësojnë shtetin ato, jo një parti politike, jo personin e vet, dhe duhet të reagonin si shtet. Që ata mos ndiheshin të braktisur, e për më keq të mos japnin një argument shtesë politike serbe edhe asaj ekipes tyne që akuzojnë për faktin që nuk po interesohen për ta dhe të mos i lehtësohet puna, po e pritshme për faktin që gjithë ata që s'kanë reagu, në një formë ose në tjetër i kanë kontribu me deklaratat rreme, me shpifje, me akuza për 20 vite këtij procesi. Kem njerëz që sot, shembull, lider të LDK-s dhe LDK-ja nuk reagon për dëshminë e zotit Rubin, edhe për këtë finale të procesit, më honrin e heshtur, e heshtja është pozicion. Sepse mund të thush që unë jam për ose kundër, por nëse hesh, do më pajtohesh me situatin me të cilën je. E kemi një presidente që është më paku përfaqësuese e unitetit qytetar, edhe më paku i përfaqëson të gjithë, e cila nuk lën hapësirë edhe mundësi sot pa e përfshi ose pa akuzu diçka zotin Thaçi, pavarësisht që ajo është i mbyllur atje për 5 vite. Dhe kemi një lëvizje vetëndose që sillet që po i shohim të ajo tregojnë që ajo do donte shumë që ky proces të përfundonte me dënim, pavarësisht se sa do të ishte i kushtueshëm për shtetin e Kosovës, me të vetmin qëllim që të mos i rrezikohet pushteti këtu. Edhe pse kemi pa zotin Thaçi që në intervista që i ka dhënë nga distanca, ka treguar që nuk ka interes që të futet në politikë, të bëjë gara ose ta rrezikojë dikënd, po vetë prezenca e tij këtu e ndryshon atmosferën dhe kjo ka treguar shumë se kjo klasë politike përveç interesit vet nuk ka hallin e interesit shtetit. Po, zoti Ashari, unë të falenderoj që ishe sot në InfoD. Kënaqësi si gjithmonë. Shumë nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot, ju qëndroni me DTV-n e ne do të shihemi sërish nesër.